Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 24 vatra zjarri, të cilat janë shuar të gjitha. Këto vatra zjarri janë evidentuar në bashkinë e Vlorës, Vaut të Dejës, Malësisë së Madhe, Rogozhinës, Durrësit, Fierit, Kuçovës, Lezhës, Kurbinit dhe Hasit. Kryesisht zjarret kanë rënë në sipërfaqe me bimësi, ku si pasojë janë ndjekur rreth 9 hektar sipërfaqe me shkure dhe barishte, si dhe 200 rrënjë ulli në vatrën e evidentuar në fshatin Frakull në bashkinë Fier. Në dy raste zjarret janë evidentuar në dy banesa, njëra në fshatin Zagor, bashkia Malësia e Madhe, dhe tjetra në një shtëpi, dhe si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Në të gjitha operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 32 automjete zjarr fikse dhe 223 forca operacionale. Për ditën e sotme, nga parashikimet e Institutit të Gjeoshkencave, pritet nivel rrezik i lartë në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjerë pritet nivel rrezik i moderuar. I gjithë sistemi mbrojtjes civile është në ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për të ofruar mbështetje të menjëhershme nëse do të jetë e nevojshme. Ftojmë qytetarët që në këto ditë me temperatura të larta dhe rrezik të shtuar për zjarre të tregojnë kujdes maksimal dhe përgjegjshmëri, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr, si ndezja e zjarreve në ambiente të hapura, djegja e mbetjeve apo hedhja e objekteve të ndeshme në natyrë. Çdo rast zjarri duhet të njoftohet menjëherë pranë strukturave vendore. Bashkëpunimi i qytetarëve është vendimtar për mbrojtjen e jetës, pronës dhe natyrës.